Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot një takim me fermerët shqiptar ku prezantoi detaje mbi skemën kombëtare 2026 për bujqësinë. Ai theksoi se sektori do të përfitojë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian, duke e bërë këtë një mundësi historike për zhvillimin e fermave dhe projekteve agropërpunuese në vend. Rama u shpreh se buxheti i shtetit për bujqësinë mund të arrijë deri në 1 miliard euro, nëse fondet shfrytëzohen plotësisht, por sipas tij, sfida nuk është mungesa e parave, por mungesa e informacionit dhe përgatitjes për t'i thithur këto fonde. Ai nënvizoi rëndësinë e hartimit të projekteve të qarta dhe të aplikuara në mënyrë të saktë për të përfituar nga këto mundësi. Kryeministri përmendi gjithashtu mundësinë që fermerët të marrin kredi me garanci shtetërore dhe me interesa të ulta, duke i dhënë kështu më shumë mundësi për të investuar dhe zgjeruar aktivitetin e tyre. Një apel i veçantë u drejtua ndaj kryetarëve të bashkive, të cilët Rama kërkoi të jenë më aktiv dhe të bashkëpunojnë ngushtë me fermerët për të lehtësuar aksesin te fondet dhe për të krijuar struktura të përbashkëta për projekte lokale që mund të përfshin nga stallat e reja, mekanizimin deri te investime agropërpunuese. Sipas kryeministrit, parat janë në dispozicion, duhet vetëm aftësia dhe informacioni për t'i shfrytzuar. Ky është momenti që bujqësia shqiptare të marrë një impuls të ri dhe të zgjerojë investimet e saj, duke përmirësuar prodhimin dhe standardin e jetesës për fermerët.